E të dashur mesni, tani do të ndalemi tek diçka tjetër, do të takohemi me Ardianën dhe bëhet fjalë për mezën e studentëve të Universitetit të Prishtinës, ku para disa ditëve ka qarkulluar një video se ka lëvizur aty diku 1000, është parë, por që pritet të bëhet dezinfektimi i hapësirës edhe gjërat e tjera të nevojshme në mënyrë që të largohen edhe këta brejtës, por që tash detajet e tjera do t'i ndaj Ardiana me ne. Mirëmëngjesi Ardian, që është gjendja tash? Mirëmëngjesi Agnes edhe për ty, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e Kua Vizionit. Temën për cilën diskutojmë ti pak a shumëve që tregove, po sigurisht që do flasim pak edhe për qendrën e studentëve, me qenë se tash është edhe një rifillim gjithmonë themi kështu për pranimin e studentëve këto, ushqyerjen e gjitha këto. Sa i përket atij detaji, do të flasim bashkë me drejtorin e qendrës, drejtorin e përgjithshëm të qendrës së studentëve në Prishtinë, është Ekrem Rudari bashkë me ne që na ka prit. Edhe do të kuptojmë rreth këtyre detajeve sa i përket lëvizjes që u pa dhe u filmua, po do të bisedojmë saktësisht se çfarë ka ndodhur dhe gjitha procedurat që janë kryer dhe që paraprakisht më njoftuan se veç janë bërë. Drejtori, mirëmëngjesi, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes gjithë shikuesve të Kua Vizionit. Kënaqësi që jemi sot, kënaqësi gjithmonë kur flasim për qendrën e studentëve fillimisht për të mirat që i ofron, po ndalem fillimisht te ky detaj që qarkulloi sfundi, vetë si informacion për gjithë shikuesit, për pamjet që atu pam, pra për lëvizjen një mbreci e që duam të dim pak burimin nga e patë dhe si ishte gjithçka. Po kemi pa dhe ne, normal që ne farë shqecimi ka qenë, se ne me gjithse në mezën e studentëve nuk ka asnjëherë. Meza studentëve është mjaft e mirë, me pastërti, me ushqime të shumëllojshme që ja kanë lakë një gjithë rajone dhe përtej rajone. Mirë, ka qenë mbrejt, nuk e më hojmë, ashtu e pam edhe ne, ka hynja, ka orë, nuk e di, me gjithse e dim që Prishtina ka shumë probleme me këta, që dhe mos kullëve të fundit, me gjithse kemi ndëgju që edhe për një kohë gjatë nuk është dezinfektu, deratizu, dezinsektu Prishtina, ka mundësi ata lëvizën për një vend tjetër në dyrë të kemi të hapura vazhdimisht edhe ka mund të më ardhë. Normali jemi shqetësu edhe ne si punëtor qendrës, po edhe ndonjë student, kemi largu masat, i kemi marrë edhe ma herët që kemi ndëgju që ka shumë në për Prishtinë, mirë po ka mundësi, ka mundësi që prapë mundet me arë ndonjë, jemi të marrë masa, me gjithse masa e fundi që kemi marrë në vikend, kemi shumë pak studentë të cilët rinë, edhe do të mbyllim për me dezinfektu, deratizu, dezinsektu përsëri, kjo në masa për këtë çështje. Por tjerat, në si qendër e studentëve jemi në shërbim gjithë 4000 studentëve banues, po edhe 1000 studentëve të tjerë të cilët banojnë për banesa, ushqen, menz, lexojnë, kemi 28 leximore të cilët i shfrytëzojnë vazhdimisht. Jemi në shërbim tyne dhe në mënyrën më të mirë të mundshme jo shërbim. Na vjen keq për atë, mirë po çka pak një shqetësimi është nga ana jonë që shërbim shumë, punojmë shumë, edhe me një detaj të vogël vinë për shembull mediat edhe plasojnë pa na pyet fare, ka orë qysh, edhe ka një farë kënaqësie me gjetë një diçka jo të mirë. Shumë mirë thatë që nëse nuk ka ndodhur, do të thotë edhe dezinsektimi e dezinfektimi në përgjithësi këtyre hapësirave, një gjë e tillë edhe mund të ndodhë. Po ndoshta dyshimet brenda ambientit ose brenda hapësirës i keni ose keni tentuar që me se nga ka mundur të vijë edhe të mandej të sanohet problemi? Ne kemi me kompaninë të cilën e bën dezinfektimin, DDD-n më shkurt më them, edhe ata janë në hulum tim, ka orë, ka morë me orë prej jashtë, normal, se na pili kemi gjitha ato shkrimet, që kemi bërë DDD-n, edhe ata kanë mundësi ka orë jashtë, ka mundësi ka orë nga loku, nga adë më varët, nuk e dim ende ka orë, mi po prapë ka mundësi me orë është vërshu me Prishtina prej tyre. Edhe sa të është e vëshuar me Prishtina, jo vetëm ne, po në për institucione tjera ka shumë ma shumë, po ne kemi nejtë gati edhe rrim vazhdimisht, edhe për ata ka qenë resnje, nuk ka qenë shumë. Edhe ne kanë hi, edhe më thonë kështu punëtorët kanë pa nga fillimi edhe kanë lumtun, kanë vrapun pas ti. Kjo ka qenë e tëra,
para 2 dite që ka ndodhur. Shpresojmë që nuk do të ketë më, do të rrim gati, do të punojmë vazhdimisht, jo vetëm apo sidomos kuzhinën ne kemi prioritetin numër 1 për pastërti që mundeni pas saj me shku edhe me vizitu edhe kuzhinën, edhe restoranin, kuzhinë ku përgatitet të ushqimi. Kanë qenë inspektorët, kanë qenë gjithë. Nuk ka, ju më potencu edhe disa herë edhe mos vjetë dishysh edhe mos me bo bajat. Nuk ka në rajan që ka menz ma të mirë, ma të pastër, edhe me shumë llojshmëri të madhe të ushqimeve. Kemi qenë shumë më herë në Prag, në qendër në studentëve, që është numër 1 atje, ka qenë 4 lloje të ushqimesh. Edhe që ato 4 lloje nëse të hahet, nëse s'tahet ecë. Ne kemi 18 lloje, kemi në menz, plus mëngjes e dez, kemi bo. Që nuk ka student, që kur të hinë në menzën e studentëve nuk i kona diçka, se kemi shumë llojshmërish. Shumë lloje. Po ashtu edhe ndarkja e ta që është kas për menzën. Por çam por konviktën ose të kitë diçka pyet. Po du me fol pak edhe për qendrën, me qenë se tham në fillim që ndonjëherë është mirë edhe kjo aspekti i mirë edhe ato veçoritë e mira që i ka një institucion me i përmend. Tregojmë pak edhe për këtë rifillim, edhe pritjen e studentëve të ri, regjistrimet e krejt këtu, si kanë shku si procedura, ka pas ndonjë ndryshim në kritere, si shkon? Në kritere nuk ka pas ndryshim. Kanë konkurruar 6.000 student, 4.000 kemi kapacitetin, 2.000 student na kanë mbeti jashtë. Është edhe kjo shqetësim për neve, sepse kemi pastaj kemi kërkesa shumë të mëdha, me raste shumë të rënda, që kanë vetë shumë herë kanë ardhur prind fëmijëve tyre, kanë thënë nëse nuk ka mundësi me vendosën konvikt, duhet me ndërpres studimet, se unë nuk ka mundësi me pagu banesë, është shqetësim shumë i madh për neve, dhe jesëm në një çorçokak, çka me bë, çish me bë zgjidhje. Po presëm vazhdimisht që studentët pas që kemi tash me listë pritjes vazhdimisht e presëm është vendimi deri me 15 nëntor, vazhdimisht i kemi marrë. Kanë shu venin student, lëvizin student. I thirrëm ata me listë pritjes. 15 nëntor ne kemi disa raste të rënda që presëm ata me bë zgjidhje, sepse me nxispresëm me bë zgjidhje. Kem frikë që edhe mundën me ndërprej studimet për shkak kushteve. Kushtet tona janë shumë të mira, që i presim edhe me një çmim shumë të lirë, me 20 euro banim, 15 euro menzën në mujt, me 60 shujta, 15 euro pagujnë. Që nuk ka restoran në Kosovë, ma restoran që ka me këtë llojshmëri të madhe që kemi në ato ushqime, edhe sigurinë që kemi në menzën e studentëve. Domethënë 8.000 shujta epen në ditje, edhe është nuk ndodh asnjëherë asnjë gjë kur. Sa i përket kapaciteve dhe infrastrukturës në përgjithësi që ka qendra e studentëve, përfshi këtu dhe menzën, ka ndonjëherë, si më thon, ndonjë kërkesë prej juve që duhet ndoshta me ushtu, që pse jo, ndoshta edhe numri i studentëve që pranojnë këtu të jetë dukshëm më i madh sa që është limiti tash për tash. Ne tash e kemi edhe lojra mesdotare, është planifikuar, më ndërtu konvikte të reja, 3 konvikte të reja, me një kapacitet 1.100 shtretër, dhe besoj që ajo mjafton, po edhe këto konvikte ekzistuese që janë edhe janë me kushte shumë të mira, mirë po do të renovohen tërësisht. Rafërsisht, a dihet koha kur ndodh kjo? Në afërsitë lojrave? Në afërsitë lojrave. Tash, domethënë, veç pohim 2026-ën, 2027 jam i bindur që gjithsesi fillon, ndoshta edhe pak më herët, ka fundi 2026 ose 2027, por 2 vjet më përfunduar gjithsej. Mirë po me tash me këtë kushte që i kemi, me këtë kapacitet, me këtë veprojmë, me qëtë kapacitet s'kem ma shumë mundësi për bëjës, në i vena vjekeq për ata studentë. Po mundësit, në bazë të mundësive edhe veprojmë. Drejtor, shumë faleminderit që bisedua më që prite, uroj që me shku puna sa më mbarë edhe këtë vit edhe çdo herë tjetër. Shumë, jeni të mirë sa orë çdo herë, është kënaqësi kur i kemi një medium shumë serioz, edhe gjinën pranë studentëve dhe shohin edhe ju tregojnë edhe prindërve çfarë kushtesh, ku jetojnë, se është shumë e rëndësishme edhe ku jetojnë, edhe çfarë shërbime që bëjmë ne. Ne kanë fusha sportive vazhdimisht, deri në ora 12 natës vazhdimisht luajnë, socializohen mes veti, kur një problem nuk ndodh, asnjë problem, asnjë. I ka dikon që 3 vite që asnjë problem mes vetes s'ka ndodhur.
Ne kemi sigurimin tonë, ne kemi 30 punëtorë sigurimit që vazhdimisht janë afër tyre, po fatmirësisht nuk ka nevojë asnjë intervenim për ta. Kjo është e rëndësishme, shumë faleminderit. Me ndershofshi. Agnes, pra kemi bisedu bashkë me drejtorin e përgjithshëm të qendrës së studentëve, zotin Kem Rudari, edhe kemi folë pak edhe për çështjen e parë që prekëm sa i përket pamjeve që kanë dalë, po mbi të gjitha diskutuam edhe për të mirat që ofron qendra e studentëve. Ndoshta me shqetësimin kushtimisht po e quaj kështu të hapësirave që do donin edhe këta të kenë më shumë në mënyrë që të rritet edhe numri i studentëve që mund të jenë banues këtu, por një lajm i mirë është që në afërsi të lorave mesatare do të jetë edhe mundësia pra për konvikte të reja që i shtohen e pastaj edhe akomodimi i tyre do të jetë më i lehtë, po edhe një qasje më e madhe studentëve. Nëse s'keni diçka për të pyetur, sa jemi drejtorin bashkë këtu, ne po e kthejmë linjën në studio.